Si e harruan atë djalë? Po, shiko, nuk është se e harruan. Të gjithë disa rendën pas lojës për të fituar lojën. Atë, se mbase të merr edhe Ajo të vrulli. merr sepse është edhe qëllim, si thuash, buxheti, normale, se është buxheti shumë i rëndësishëm brenda shtëpisë. Ndërsa ata kanë menduar të fitojnë edhe për Stenaldon, e mori Malin në një rast dhe Stine në një rast tjetër. Tani t'ju them, e dini që do më paragjykoni. O bro, unë kam hyrë në shtëpi për veten time, për ndihmuar veten time, për të marrë ato lekët dhe për të për të çuar veten time deri në finale, për ta finalizuar atë. Nuk kam ardhur këtu tani o shpirti im për të bërë babysitterin, as për të mësuar disave që nuk kuptojnë shqip mirë, t'ja përkthej gjërat. Unë kam marrë për veten time. Dhe kjo gjëja deri diku unë Stenaldon e njoh, e kam xhan, e respektoj, po unë kam marrë për vete. Te pjesa lojës. Mbase kjo që thuhe, që them unë, dëgohet shumë e pa shpirt. Është për deri diku, por ka të vërteta brenda, e kupton. Ti mund të bësh të mirin 2-3 javët e para, sa i mirë dima ime pastaj, diçka, i aty o vllazë, unë kam marrë për veten time. No. E dikush është ironia më e madhe. Nuk mendoj që kjo pjesa e lojës mund të ishte kaq kaq madhore që të diskutohet. Jo, pjesë loja është loja. Po pra, po nuk është se harruan, këta menduan mbase të fitojnë edhe për të, e kupton edhe sigurisht si ka shkuar. Ata do të tregojnë nesër se si grup, si ekip, po. Po ironia duke qenë tek Niko, ironia e fatit do të ishte nëse të tërë këta ndihmojnë Stenaldon dhe në fund fare fiton Stenaldo.